disa ndardani, është ajo në te qafa, e cila nuk e di se që herë shfrytëzohet, herë jo. E kemi marrë një trend, kemi një farë trendit të zhvillimit të qytetit, ku ndërtojmë diçka, nuk e mirëmbajmë, e lajmë që aty, një gërmadh, edhe vazhdojmë ndërtojmë dikun tjetër. Kryesisht jashtë qytetit. Ose në qendër, si në këtë rast kjo qendër tregtare. Pra kemi pafund qendra tregtare që duhet të bëhet diçka me to. Edhe nëse ndërtohet kjo në qendër, ishëm dash me i adresu këto që kanë vetë si gërmadha në përlaqe. Letë besim të kjo, edhe pastaj letë vjojmë më tutje me pyetje tjera direkte që ta japim edhe një dinamik se nëse këti planit të arsimit edhe çështjes banimit i dham një orë. Kemi kaluar një orë dorën zemër. E di që s'po ju besohet, por kemi kaluar një orë. Zonja Besa, unë kam pyetjen konkrete, a do ta lejoni të hapet sheshi Gjergj Bush sipas planit tuaj, ose mendoni që kryetari aktual ka bërë zgjidhje të mirë me çështjen e vendosjes ose planifikimit për shesh? Kjo ka pasur një impakt jashtëzakonshëm në çështjen e mobilitetit, lëvizshmërisë dhe trafikut në këtë zonë të Prishtinës. Cili është plani juaj konkret? Ku nuk po pajtona është që s'ka pas në efekt shumë të madh në lëvizshmërinë, do të thënë kjo është një në mos lëvizshmëri. Ose në mos lëvizshmërinë. Ka pas si s'ka pas. Unë mend trafikun si para 3 vjetëve, si sot, trafiku është pak a shumë i njëjtë. Po trafiku është kaos, po kjo ka rënduar edhe më shumë. Kjo ka rënduar edhe më shumë pak. Po veç me mendu pak çka ka ndodhur 3 vitet e fundit tjetër, që ka rënduar më shumë. Këtë lagje e Lakrishte, ka nisë më përfundu ndërtesat, edhe kanë ardhur me jetu njerëz aty edhe bizneset të reja. Nuk është vetëm që është mbyll një 500 metra rrugë, po është edhe që kanë ardhur një numër shumë i madh i njerëzve, të cilët tash lëvizin në qytet. Se janë duke u bërë gati këtu të vinë te kjo distrikti financiar. Ose kush e di ç'a do bëhet kur do vinë njerëzit. Po ideja është a të lejohet, a të hapet për të kaluar makinat ose jo? Ose të lejet shesh? A ka nevojë unë kisha lënë shesh, po jo qendër tregtare, do të thënë nëse jo qendër tregtare. Prishtina ka nevojë për hapësira, ku ti mundesh me pas aktivitete kulturore, ku zhurma nuk i pengon të tjerët, se nuk kemi shumë hapësira ku nuk ka dhe banor. Kemi nevojë për hapësira prap po kthena në Shqipëri, se e kam një përvojë prej atje dhe s'po më pa u kthy. Qendra në Tiranë, që është shtruar me ato mermerat interesant, ka qenë e shfrytzuar sheshin e ke fjalën për sheshin, po, sheshin Skënderbej, ka qenë e shfrytzuar gjatë gjithë vitit me aktivitete, herë kemi qenë futboll, herë ka pas panajire, herë koncerte, edhe është përdor krejt ajo hapësirë vetëm se ka qenë hapësirë e hapur. Pra do të thënë jo qendër tregtare, po si hapësirë në qendër i duhet Prishtinës, po i duhet gjithashtu dhe lidhja me lagjevre, se ajo u hap edhe pra ju jeni për shesh. Jo të lejohet lëvizja e makinave, ose automjeteve, të Gjergj Bush. Do të thënë, është në vazhdën e pyetjes fillestare, cilat projekte i kishte ndryshuar, nuk kisha ndryshuar shumë prej projekteve që kanë filluar tashmë, kjo është shesh. A ka nevojë për më shumë sheshe Prishtina? Që ka nevojë Prishtina, është për shumë rrugë që i lidhin lagjet me shesh. Se unë për shembull jetoj në Velani, dhe për me marrë në shesh, duhet shpesh me marrë kerrin, edhe me parku taj parkimin në toksor, se me zbrit rrugës Isa Kastrati, unë mes tu ecë në rrugë, që kur je vetë edhe ecë në rrugë se mund është me i kerreve, kur je me fëmijë është shumë vështirë. Kështu që çka i duhet Prishtinës është me ndërlidh hapësirën qendrore me lagje të tjera, me trotuare, me korridore